Asociacioni gazetarëve të Kosovës në bashkëpunim me UN Women Kosovo në edicionin përmbyllës të ciklit SDG Talk ftuan ish presidenten Atifete Jahjaga në një diskutim për udhëheqjen dhe mirëqenien e grave në Kosovë në moderim të drejtoreshës ekzekutive të AGK-s Getoar Mulliqi. Presidentja e parë grua zgjedhur në Kosovë dhe rajon, Atifete Jahjaga, ndau eksperiencat personale për komentet, trajtimin dhe punën e saj, duke cekur faktin se titujt e mediave për 5 vite mandatet të saj merreshin me veshje takat e thonjtë presidentes, në atë kohë e jo me punën dhe mandatin e saj si presidente. Vendosa që dua të jem shumë e drejtë për drejtë, dua të jem shumë e sinqertë, dhe dua të jem shumë personale që ndoshta një ndër intervistat e pakta ju keni pa që jam shumë personale, sepse deshte pak institucionit të cilit kam shërby apo institucioneve të cilit i kam shërby, të kërkoj një formë të formalitetit, por sidomos kur i pash moshën e vajzave të reja që janë sot këtu, dua të jem shumë e sinqertë, shumë e drejtë për drejtë dhe të jem pak më shumë në kapacitetin e njerëzor të flas. Po Getorba, unë i përkas një gjenerate, sepse nuk duhet me harru që Kosova, por edhe kjo pjesë e Evropës i duke lindore që shpesh referohet si Ballkan perëndimor, kemi qenë shoqëri goxha patriarkale dhe fatkeqësisht vazhdojmë të jemi një shoqëri goxha patriarkale që disa punë dhe disa profesione ka qenë kryesisht të rezervuara vetëm për burrat, dhe gratë ose kanë qenë ose s'kanë qenë as pak të përfaqësuara. Unë fillova të përmend kritikat. Zemrat e mia, 90% për këtyre kritikave nuk kanë ardhur fillimisht nga burrat, kanë ardhur nga gratë. Fatkeqësisht. Gruaja ka tendencë me qenë armiku më i madh i vetë gruas. Këta e kam përjetu me qindra mijë raste në lëkurën time. Burrat nuk e din çka është toaleti, çka janë shtikllat, taket, çantat, flokët, në rastet ekstreme janë. Gratë kanë qenë ato të cilat kanë fillu këtë debat. Dhe kur ne ja kemi ofru këtë platformë botës mashkullore, ata nuk kanë kërsy dhe na kanë godit. Por pa marrë parasysh, unë kam qenë përkrasi dhe mbështetësi më i madh edhe atyre grave, të cilat edhe publikisht më kanë kritikuar. Mes emocioneve ajo tregoi se pasi mori detyrën si presidente, thirrja e parë që mori ishte nga nëna e saj, fjalë të cilat e përcollën deri më sot. Edhe i them, nanë, si mund të harrojmë fëmija nanën? Thotë, e moj nanë, s'po ta them si nana jote, po ta them si grua kësaj shoqënie. Ki shumë më shumë barë në shpatullat e tuja sa që mendoj. Dhe varet shumë prej teje, sepse e gruaja parë që po udhëheq shtetin. Edhe nana po të lut, kur mos harro, në çdo vendim që e merr, në çdo gjë që e bën për këtë shtet, mos e harro gruan. Dhe ai zoj nanës Gerda më ka përcjell dhe vazhdon të më përcjell tani jetën. Dhe ka pas momente që unë ka marrë ligje, ka marrë dekrete. Flutra e din shumë mirë këtu që duket kom qenë presidenti vetëm që kom kthy më shumë të ligje në kuvendin e Kosovës. Dhe e ka marrë kimikun me nënshkru dhe shpesh e kom pa ato se si reflektonin vetveten, si reflektonin familjen time, po si reflektonin 51% shoqërisë tonë. Punën e përgjegjësinë e presidentës ajo edhe sot e konsideron bekim dhe mallkim në të njëjtën kohë. Unë e kam përmbyll kapitullin, do më thonë të ndërlidhen e pyetjen e tretë, në vitin e 2016 të presidentit të vendit,
por unë kam vazhdu dhe vazhdoj të jem ushtar i këtij vendi, ushtar i qytetarëve të Kosovës dhe shërbyes i vendit, institucioneve të vendit dhe qytetarëve të mi. Sepse një betim që kam dhënë 2011 dhe mu më përcjell është një shprehje anglisht, once a president, forever a president. Vetëm në Kosovë cilësohet ish president. President is always the president. Është me terminologji ndërkombëtare, është e njohur. Kështu që një anë është bekim, po anën tjetër pak është edhe mallkim, sepse pa marrë parasysh se ku do qenë, nuk ndoshta edhe sa të tentojmë me qenë vetvetja, ndoshta nuk mundesh me qenë vetvetja. Kështu që unë kam qenë shërbyesi i popullit dhe vazhdoj të jem, pa marrë parasysh në çfarëdo forme apo çfarëdo kapaciteti mund ndërlidh edhe pyetjen e tretë.